7 fëmijë kanë mbetur të plagosur ditën e sotme. Të miturit ishin duke luajtur në pishinën e hotelit privat Eclipse, kur trampolina është thyer dhe fëmijët janë rrëzuar. Dërrasa e pishinës dyshohet se është thyer për shkak se disa fëmijë kanë qëndruar mbi të dhe nuk i kanë mbajtur dot të gjithë. Sipas policisë, të miturit kanë qenë të moshës 14-16 vjeç. Pas thyerjes së trampolinës, 7 fëmijët janë çuar në spital, ku 6 prej tyre kanë patur vetëm gërvishtje të lehta, ndërkohë që njërit i është thyer dora. Mjekët thonë se të gjithë fëmijët janë jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë që në spital po mbahet vetëm 15 vjeçari që i është thyer dora. Ekspertët kriminalistik kanë shkuar pranë hotelit Eclipse, ku paraprakisht thuhet se është thyer trampolina. Menjëherë pas ngjarjes, të gjithë fëmijët janë larguar nga pishina nën panik, ndërkohë që ambulanca ka transportuar në spital të plagosurit. Policia ka rrethuar vendin e ngjarjes dhe ka sekuestruar disa nga kamerat e sigurisë.